Neve jemi ndalur tek letra e fakt, letra e parë e Pjetrit dhe sot jemi tek kapitulli 4. Është me të vërtet sfidë, le të themi, që Pjetri na sfidon për të qenë frishter që i ka hije Zoti. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje. Sepse ai që ka vuajtur në mish pushoi se mëkatuari, për të jetuar kohën që mbetet në mish, jo në dëshirimet e njerëzve, por sipas vullnetit të Perëndisë. Pra me këtë Pjetri e nis duke na thënë edhe me vargun 16 që është, si thua, ai e nis këtë kapitull, por edhe tregon dhe diçka tjetër të rëndësishme. Por nëse dikush vuan si i krishter, le të mos ketë turp, por të le të përlëvdoj Perëndin për këtë. Pra dhe e thot këtë që tek pikërisht tek vargu 16. Dhe me këtë Pjetri po përpiqet të thotë, shiko, fakti që neve jemi të krishterë, ne nuk jemi të përjashtuar nga vuajtja. Edhe Pjetri e kupton këtë gjë më së miri dhe thotë, shiko, gjithsecili prej nesh do të vuajë. Po pyetja është, për kë po vuaj? Edhe nëse neve jemi duke vuajtur për Perëndin si të krishterë, tek vargu 16 Pjetri thotë, le të mos ketë turp. Edhe një herë le ta themi që të gjithë neve do të vuaj, por çfarë kuptimi kanë vuajtjet tona? Janë njerëzore, le ta fillojmë në këtë lloj forme. Njerëzit ankohen. Janë beqar, thonë të martohen. Kur martohen, thonë do ankohen, të vuajnë, që ka e vujtshme, që ka e dhimbshme, që ka me sakrifica. Kur nuk kanë fëmijë, kërkojnë fëmijë, edhe kur Zoti të bekon me fëmijë, disa ankohen, po bëj që ka dhimbshme, por luj mendsh, nuk mund të qëndroj dot më kështu e kështu me radhë. Ato përditshmëritë tonë. Çfarëdo që të bësh, çfarëdo që të zgjedhësh është me dhimbje, është me vuajtje. Por sekreti është të zgjidhësh vuajtjet e tua. Pra do të vuash beqar, në këtë rast, po marrim një si ilustrim, apo i martuar, me apo pa vuajtje. Me ça do jenë vuajtjet e tua. Edhe tani, ajo çfarë Pjetri po thot te kapitulli 4 vargu 16 që e përmbledh, po thot pikërisht të gjë, neve do të vuaj. Ne nuk jemi të përjashtuar nga vuajtja. Ashtu siç vuajti Krishti, e thot te kapitulli, tek vargu i parë, do të vuajmë edhe ne. Ndaj vishuni, armatosuni mendjen tuaj, thot, me mendime të tilla. Dhe duke patur këtë gjë në mendje, na bën të fokusohemi tek gjërat që janë të rëndësishme, edhe ne dhe fokusohemi tek vuajtjet tonë dhe tek zgjedhja e mënyrës së jetuarit. E keni vënë re që ose njerëzit e tjerë mund ta kenë vënë re për shkak se ti je bërë ose ke pranuar Krishtin, ke ndryshuar. Nuk je më ai njeri i mëparshëm, nuk sillesh më siç sillesh më përpara. Edhe shoqëria jote e mëparshme ti zgjedh edhe largohesh prej saj. Edhe njerëzit, edhe ata të thonë, ti pas ke ndryshuar. Ti nuk je më. Edhe fillojnë dhe të talli. Të paktën në fillim kjo ka ndodhur me mua. Por ama talli dhe vuajtje, edhe Pjetri sikur bën një lloj paralelizmi këtu. Talli dhe vuajtje do të keni, thot, në të dyja krah. Si ti jetosh për botën, si ti jetosh për Zotin i krishterë, ti do të vuash, ti do të talli, ti do të përqeshin. Dhe kemi vënë re që në jetën e përditshme kjo gjë ndodh. Njerëzit xhelozohen, njerëzit kanë
kam smirë, madje, mira xhelozia mund t'jetë edhe midis nesh në familjen e Krishterë. Pse? Sepse shpesh herë neve marrim gjërat e botës dhe i sjellim me vete. Marrim të bagazhet me vete dhe themi që nuk është se janë edhe aq të këqija. I keni vënë re që neve si njerëz shpesh herë sjellim justifikime për të miratuar sjelljen tonë, për ta bërë atë sa më të pëlqyeshme në mendjen tonë dhe të themi që kjo nuk është dhe aq e keqe. Vargu 4 dhe 5 na thot, prandaj thot u duket çudi atyre që ju nuk rëndi më me ta. Po me pa ato të prime, shturje dhe ju shajnë. Ata do t'japin llogari para atij që është gati të gjykojë të gjallë e të vdekur. Neve shikojmë botën ku jetojmë sot, edhe si po merr situata. Çdo gjë përkeqësohet. Sot, ditën e sotshme mund ta themi që është e keqe, por mas disa kohësh ne do të themi kemi qenë më mirë, edhe më përpara, domethënë nëse neve do të shikojmë nga e kaluara, do të themi që pas kemi qenë mirë. Ka shumë vuajtje, ka shumë dhimbje, ka shumë smir, ka shumë pangopje që ndodh në shpirtin e njeriut ose e ka mbërthyer frymën e njeriut, edhe kjo ka bërë që njerëzit të përdorin njëri tjetrin për të arritur qëllimet e tyre të liga. Por Zoti na thot, Pietri në këtë rast i frymzuar nga Perëndia na thot pikërisht këtë gjë tek vargu 5. Ata do t'japin llogari para atij që është gati të gjykojë të gjallë dhe të vdekur. Pra të gjithë do të vinë përpara Perëndisë dhe do të gjykohen. Shumë njerëz këtë nuk e arrin dot ta kuptojnë ose nuk e kujtojnë. Shumë njerëz mendojnë që do të jetojnë përgjithmonë. Kur je i ri thua nuk do plahkesh. Do qëndroj kështu edhe kur shikon në një plaku si ka arritur në këtë lloj. Po besoj që neve kemi filluar me ato kërcitjet e kotka e kyçeve. Shtrihesh është një thënie që thot, domethënë, gjumi fëmijën e rrit, kurse të madhen e trullos. Dhe kur ngrihet me një fëmijë i llokoçitur. Pra kjo është e vërtetë. Edhe neve kemi kuptuar këtë gjë dhe fillojmë ta kuptojmë. Besoj që gjithë secili prej nesh në këto momente ka filluar të jetë më i kujdesshëm në të ngrënë, në të pirë, me orarin e të ngrënit. Pra duke mos qenë i kujdesshëm, pra neve shikojmë edhe pasojat. E njëjta gjë është edhe tek marrëdhënia jon me Perëndin. Kur jemi të kujdesshëm në sjelljen tonë, por ndoshta duhet të ndodhi me kohën kjo gjë që kur neve vim dhe maturohemi dhe rritemi, tregojemi më të kujdesshëm. Ashtu siç kujdesemi për trupin ton, tani themi, kjo nuk hahet, kjo nuk pihet, kjo është e dëmshme. E kështu me radhë. Ndaj, por gjithashtu ne duhet të jemi të vetëdijshëm që asnjëri prej nesh nuk e din kohën që është e disponueshme për ne. Mund të kemi një vit, mund të kemi 5, mund të kemi 10, 15, apo nuk e dim. Mund të kemi një muaj. Ju ka ndodhur që neve që njerëz janë ndarë nga jeta, edhe unë para 2 ditësh ose para tani u ndodha me. Pra asnjëri nuk e di, edhe pikërisht me këtë gjë neve themi dal. Si nuk arrim dot të analizojmë këtë gjë, se mos të kujdesemi. Pietri vazhdon edhe na thret vëmendjen, jeni të përmbajtur, armatosuni. Tek vargu 7 thot jeni të përmbajtur, pra të kthjellët për t'i kushtuar lutjeve. Shpenzoni kohë në lutje. Shpenzoni kohë me Perëndin. Keni para së gjithash një dashuri të fortë për njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme të komunikuarit së bashku. Jeni mikpritës për njëri tjetrin pa murmuri. Duke pasur këtë lloj të themi afriniteti, këtë lloj lidhje,
neve edhe forcohemi të fort, bëhemi më të fort në besim. Mase neve nuk e kuptojmë edhe na merr kjo rutina e përditshme stan me punën, me gjërat, edhe neve na ka ngelur vetëm e diela ku takohemi. Edhe shpesh herë ndodh që edhe të dielave nuk vijmë të gjithë. Por ne duhet përpiqemi më shumë të kjo pjesë. Nuk duhet të themi që nuk është e rëndësishme familja e Zotit. Duhet të jetë fatkeqësisht një lajm të thejtë që gjithë secilin prej nesh, familja e Perëndisë është e para dhe pastaj familja jonë më shoh. Ne nuk e kuptojmë dot, as unë nuk e kuptoj dot këtë që po them 100%, jemi sinqert. Por vargu 11, nëse dikush flet le ta bëj si thanet e Perëndisë, kush bën një shërbim le ta bëj në forcën që i jep Perëndia, që në gjithë shka të përlevdohet Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit e takon lavdia dhe së shtetin në jetë. Gëzohuni në atë mas që merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që edhe zbulesën e lavdisë së tij të mund ta gëzoni dhe të ngazëlleheni. Është më të vërtet kënaqësi dhe është bekim që ti po vuan ose po persekutohesh për shkak të Krishtit. Tallje që mund t'ju bëhet. Por neve përsëri këtë gjë nuk e kuptojmë, ne shpesh herë zgjedhim ndonjëherë dhe mos themi se çfarë jemi, edhe zgjedhim se kujt i përkasim, se çfarë besoj për shkak të kësaj. Por Pjetri thot, gëzohuni nëse keni marrë pjesë në këtë vuajtje. Sepse kur thot keni marrë pjesë në vuajtjet e Krishtit, do të thotë që Krishti u tall, e ofenduan, e shan, e rrahë, e bështyn, e përçmuan, edhe në fund e kryqëzuan, duke mos u kënaqur, duke mos qenë e mjaftueshme. Pra çdo lloj vuajtje që neve mendojmë që është e veçantë, më po na ndodh vetëm neve, në fakt i ka ndodhur dhe të tjerëve dhe i ka ndodhur dhe Krishtit. Unë besoj që jo 100% arrim ta kuptojmë, sepse shpesh herë vuajtjet edhe dhimbjet kuptohen mirë vetëm kur i përjeton vetë. Ju ka ndodhur dy lloj rastesh, besoj, që një mik ose mikesha juaj kalon një vështirësi, edhe ti e ndjen dhimbjen, por është diçka që ti nuk e ke përjetuar vetë. Edhe kur pikërisht një mikesh ose një miku yt është duke vuajtur dhe duke kaluar një lloj vështirësie, ti vjen aty dhe i thua, e di se çfarë po përjeton, e di se çfarë po vuan, sepse i kam kaluar vetë. Me eksperjenca me prindrit, me fëmijët, prindrit e rinj pyesin prindrit që janë që i kanë fëmijët e tyre të rritur, ti ke kaluar, si ishte të kishe këtë, si ishte të kishe ata. Edhe këto gjëra japin ndajnë atë lloj thënie atë eksperiencën e vet. Pra, kur e përjeton gjën diçka, e ndjen akoma më shumë, e kupton akoma më shumë. Besoj që edhe kjo, jo të gjithë marrin mësim prej këtyre gjërave, po besoj që maturohesh në një lloj forme, sepse ata që zgjedhin të bëjnë të njëjtat gabime gjithmonë është problem vetë pastaj. Por nëse ti bën një gabim edhe mëson dhe nuk e bën më atë lloj gabimi, domethënë që ti ke mësuar, je maturuar, je rritur, po ecën përpara. Ndaj dhe e njëjta gjë edhe Pietri na thret vëmendje pikërisht për këtë gjëra dhe thotë, shiko, vargu 16 që unë e nisa në fillim, nëse dikush vuan si krishter, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndin në këtë. Sepse erdhi koha që të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndisë, edhe Pietri po na kujton edhe diçka tjetër të rëndësishme, që gjyqi do të fillojë, thotë, nga ata të shtëpisë së Perëndisë, nga njerëzit që kanë zgjedhur, që i kanë dhënë jetën Zotit. Edhe të gjithë, që si thotë, dhe nëse fillon
më përpara nga ne, si do t'jetë fundi atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndis. Pra Perëndia është aq i drejtë dhe aq i lehtë sa këta që kanë pranuar Krishtin nuk do të kalojnë pa u gjykuar. Do të thotë lej këta se këta janë në mua, siç themi në vetë shprehje. E përdorim që ose kur shkojnë tek ndonjë vend ose ku ta diun të takon tek një zyrë e rëndësishme, thuaj emrin tim. Thuaj që më dërgoj X-i në mënyrë që të hapet derë. Tu do të gjykohen. Petri thotë, shiko thotë, qofse ne do të gjykojmë, po për ata thotë. Kështu që nuk ka shpresë fare për ata. Dhe nëse i drejti thotë mezi shpëton, ku do duket i pabesi dhe mëkatari? Ku do shkoj? Prandaj dhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndisë se ti besojnë shpirtat e tyre atij si të krijuesi besnik duke bërë të mirë. Në mbyllje këtij mësimi, le të kujtojmë pra që vuajtjet e Krishtit, që Krishti kaloi për ne, edhe neve nuk jemi të përjashtuar, por le ta konsiderojmë këtë gëzim dhe le t'i pranojmë të vujtje. E bukur është se nuk, do të thënë, nuk përjashtohesh, nuk ka në një formulë që kur je krishter nuk do vuash, nuk do të kesh, nuk do të ndodhin fatkeqësira, probleme, shqetësime e gjitha gjërat me radhë. Do t'i vuash gjitha, do t'i kalojmë të gjitha. Po puna është gjatë kalimit, gjatë rrugës që neve po bëjmë, po ecim udhëtimit që po jemi duke bërë, a jemi ne të gëzuar në Krisht? A jemi ne duke qëndruar në Zotin? Kjo është e rëndësishme. Armatosuni, thot Pietri, armatosuni mendjen tuaj me mendime të tilla, pra duke qëndruar dhe duke besuar në Zot. Gëzohuni, thotë vargu 16. Dhe në vargun 19 na thot, besojani shpirtrat e tyre si të krijuesi besnik duke bërë të mirë. Pra, besoja shpirtin tuaj Zotit, krijuesit. Neve mund të themi, po dale se vdiq fare. Lere Zotin në kënd, sepse Zoti krijuesi ynë është besnik. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë në gjithë secilin prej nesh. Zoti na bekon, Zoti na dhan forcë që të qëndrojmë në Krishtin edhe të vazhdojmë të jemi të njëjtë si në fillim.